ta këshillon një çmim, edhe për me thonë ata që nuk është. Bravo të qoftë. Faleminderit shumë për shohun që bëban. Unë nuk unë paguaj çmime, s'paguaj çmime. Jo shohun e bën. Unë jam një misionar i Poçës, po jam edhe misionar i punës. Spari desha ta qartësoj për qytetarët pozicionin tim. Në fakt në këtë plato i vetmi në opozit jam unë. Që ta kuptojmë që s'ka qenë pushtet, se këta 3-8 kanë qenë. Këta 2 kanë qenë bashkëqeverisje, kurse zotëria Ademi i ka pas 5 vjet 50% të votave dhe krejt parlamentin, pra edhe zëvendës ministër, plus edhe Imri Demelezi që ka qenë zëvendës ministër. Pra, në këtë aspekt, kur pini të fol, edhe janë krejt arsye banale, sepse e ngatrojnë rregullisht kompetencën edhe autoritetin, 2 bashkëfolës, po kjo tjetër. Kurse Labinat, Bekim. Faleminderit shumë, në për lidhë në drejt për drejt e çështja e ujit të pishëm, ku sot Instituti Atlas ka publiku ulëmtimet e ujit të pishëm, ku të regon që vitinja është e 35 në renditje me 32.3%, të regon që për 77% e qytetarëve ekonomia familjare nuk kanë ujë të pishëm. Dhe mas 12 vjetë që ka qeverisë Sokoli, do më thonë full sot për ujtë pishëm, kjo është ma e keqja, do më thonë që sot diskutojnë në këto. E dimi që kena bo jashtëzakonisht punë, është tash të ndërimi, mi po menaxhimin e ujrave është duke e bo ministria dhe kjo do më thonë është pejbon kërëzbatore që është... Kush është në qeverisje, kush ka qenë, edhe kush është në opozitë, edhe kush ka qenë më herët në pushtet. Është temë që vitinja e din, po kush ka punu për vitin dhe kush punon, gjithashtu e din. Prandaj edhe në kuptimin e ujit pijës. Për ujit pijës mund të organizojmë një debat veçantë dhe mund të diskutojmë edhe për vendimet që janë marrë mes Zesinë Zvicerone, për mbulueshmërinë e ujit, edhe për kryimin e obligimeve komunale, edhe për kompetencat regionale, për hidromerovën, për kompetencat ligjore që i kanë nga ana Parlamentit Kosovës, edhe për të drejtat dhe kompetencat që i ka komuna. Unë ja kësha dhonë në një çmim zotit Sokalaliti për punën e tena, po e kish pas marrë një asë misionari Paqës për një qëje ku e ka pagu 7 mjerë. Që e ku është artikulli, e keni të insajderi, se kjo çmim e merë për ditë për punën e bome, po se qysh i pagun edhe një e ka marrë pronë, për mirë njohje. Po krejt vitinja e din që nuk ka ujtë pishëm në vitin dhe që gjithë shka që flet nuk është e vërtet. Kjo është një problem serios me qytetarët e vitinjes, sepse nuk kam po, për me të këshallon një çmim, edhe për me thonë ata që nuk është. Bravo të qoftë. Sokol. Faleminderit shumë për shohun që bëban. Unë nuk unë paguaj çmime, s'paguaj çmime. Jo shohun e bën. Unë jam një misionar i Poçës, po jam edhe misionar i punës, po jam edhe misionar i ndërtimit kapaciteteve komunale shtetënore. Prandaj, kur kam qenë në misionore, kur kam punu, faktikisht i s'ka qenë këtu heq dhe se ke ditë fore që është punu dhe si është zhvillu vitinja. Është mirë që ke orë dhe peshes, është mirë me kriju përvoj jo vetëm formal juridike, po edhe reale praktike, dhe është mirë me po si ka qenë vitinja kur e ka udhëheq dikush tjetër para meje, e si është si që është tash mas meje. Atëherë, zote Sokalaliti e di që unë jam djali Xhevat Bislimit, themeluesit të PDK-s në Vitin dhe ai që e ka qenë në fitore PDK në Vitin. E vetmi shesh dhe pjesë e sheshit e cila është ndërtu dhe nuk ka shtylla në Vitin, edhe është e rregulluar me ç'është duhet, se ti ke qitë në fund pllakat eventualisht për mi. Po çdo sand që u bën Vitin, që ju ka vënë rani, ju ka vënë për Xhevat Bislimit. Dhe unë tek se jam djali tena, kam qenë prezent për gjatë gjithë kohës në Vitin dhe çdo kush e di se sa kam qenë prezent në Vitin. Ma shumë se te që ke pi kafe aty. Unë nuk kam, nëse bënë, unë nuk kam kërgjon këna Xhevat Bislimit, as këna rëteje. Sigurisht që s'ki. Kam as këna një rivoli kulturën politike, këmë rujtë dhe këmë rujtë dhe në fund.